Siç ju paralajmërova në fillim të kontaktit, të ftuar në studio e kam deputetin e AK-s, zotin Laj Ibrahimaj. Zoti Ibrahimaj, mirë se ardhët. Mirëmbrëma. Çfarë po bëhet për lirimin e zotit Ramush Haradinaj, kur pritet që të marrë pjesë, në fakt është i ftuar edhe për inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump? Bazuar edhe në ato që ka ndodhur më herët në Sloveni, dhe zoti Haradinaj ju kanë nënshtruar një drejtësi ndërkombëtare, e cila ka zgjat për afro 8 vite, 2 proceset dhe ka dalë i pafajshëm. Fletarresti i Serbisë është i vitit 2004, që do të thotë korrespondon me kohën që ka qenë i akuzuar në Hagë, dhe për të gjitha ato pika është shpallë i pafajshëm. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi ekstradimin e tij në Serbi. Si është në këtë deklarati? Po, si më kërku zoti Vučić, kur ata vetë kanë shku fletarrestin, dhe sigurisht nëse dikush në shën fletarrest, ose duhet mi tërheq fletarrestin, ose duhet me kërku ekstradimin, po është për keqardhjes që kryeministri i Kosovës çka po bën. Gjatë ditës janë deklaruar autoritetet tjera në Serbi për arrestimin e zotit Ramush Haradinaj. Është tjetër Milovan Dreçun që e ka quajtur kriminal. Shkon edhe më tej, citaj, thotë, pyetja e vetme është se kush ka forcën që ta gjykojë atë. Po besoj që forca ka qenë dhe drejtësia ka qenë në tribunalin e Hagës, kur për afro 8 vite ju kanë nënshtruar një procesi maratonik, shkalla e parë dhe e dyta, dhe që të dy shkallat është palli pafajshëm. Dhe nuk di që dikun do të ketë ndaj drejtësi më të madhe se janë Hagë, dhe besoj që ajo drejtësi nuk ndikohet sikur në vendet e Ballkanit me shpall dikon fajtor ose fajtor me ndikim. Do thotë ju kanë nënshtruar atij tribunali është shpall i pafajshëm për gjitha këto pika që janë në fletarrestin e 2004-s. Kurse shka thëtë Dreçuni dhe Vučić e nuk është më çuditë se ata vetë kanë përgatitur dosje dhe kanë bën atë arrest ashtu në Interpol. Kërkesë për fletarrest. Reagime ka patur edhe prej autoriteteve në Shqipëri. Çfarë mund të bëjë Shqipëria në këtë aspekt? Po sigurisht që ka reaguar, të gjithë kanë reaguar, po realisht drejtësia franceze nuk ndikohet prej deklaratave politike, dhe na besojmë që drejtësia në Francë do të jepë verdiktin ashtu sikur e ka dhënë edhe drejtësia në Sloveni, po edhe paraprakisht ajo në Hagë. Çfarë mund të bëhet për këto fletarreste të Serbisë? Është për të ardhur keq se Kosova u tregua pa afër përballë edhe fakturën ndërkombëtare dhe Serbisë, do është me vend si kusht që fletarrestet që janë për ish pjesëtarë të UÇK-s mu tërheqë, me qenë se kanë kërku shqiptarët ju nënshtru tribunalit Hagës, të gjithë ju kanë nënshtru që kanë pas fletarrest. Njëjtën kohë u bë kërkesë, u bë edhe një gjykatë speciale për shqiptarët, do thotë dhe për luftën e UÇK-s, dhe është formuar gjykata, kurse prapë vlen fletarrestet e vjetra që janë prej një shteti në fakt inekzistencë. Fletarrestet janë në emblemin Serbia dhe Malizi. Ai shtet më nuk ekziston, dhe me ato fletarreste ndalën njerëz për rrugë. Këto fletarreste po shihen problem si shkak i mos antarësimit të Kosovës ende në Interpol dhe Europol. Sa beson se institucionet e Kosovës janë duke angazhuar për të qenë pjesë e këtyre dy institucioneve ndërkombëtare? Po sigurisht që të ishin angazhuar më shumë, sigurisht do të ishin pjesë e tyre, por në fakt kanë mujtë me vend edhe kusht me bisedimet me Serbinë, me vend kusht këtë fletarreste që janë për gjithë pjesëtarët e UÇK-s, por është prapë për çudi se në ata fletarreste ka plot shumë emra, plot emra të luftarëve të UÇK-s, dhe ke ndodhur vetëm zoti Haradinaj. Jo dhe tjerëve. Edhe zoti thotë që ka fletarrestin 2004, po ato nuk pinolën as francezët as turqët. Edhe zoti Veseli ka një, po nuk pindalojnë. Ministri Adita Tahiri tha se i ka shkruar Bashkimit Evropian për këtë çështje. A beson se BE-ja mund të bëj diçka në këtë drejtim? Sigurisht mund me çuar një mesazh, po unë besoj që gjyqtarët në Francë nuk ndikohen edhe për mirë edhe për keq nga politika. Sigurisht që ata do të japin verzionin më të mirë të mundshëm, bazuar në fakte në ato që ka kaluar zoti Haradinaj edhe në Hagë dhe në Sloveni. Në rast të lirimit të zotit Haradinaj, sigurisht se vazhdimi i rrugës tij është drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ndonjë agjendë se kë do të takojë atje? Me të thonë drejtën nuk e kam konsultuar dhe nuk di që atom, vetëm ato që i kem pa në media. Kanë qenë festat e fund vitit, pothuajse gjithë anëtarët kanë qenë për familjen, për detaja nuk i di. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Shkputemi me një blog publicitar dhe kthehemi në pjesën e dytë të kontaktit.